Tani do të bashkëbisedoj me Marinela Alia, e cila është drejtoresh e Institutit të të miturve në Kavaj. Përshëndetje, mirë se erdhe dashur. Përshëndetje dashur, mirë se u gjeta. Tani, unë e prezantova dhe pak tema më parë në hyrjen time, e cila është dhuna mes të adoleshentëve. Si mendon? Çfarë është dhuna për ty dhe pse po normalizohet kaq shumë mes adoleshentëve? Faleminderit juve. Janë tema të interesante, sidomos në ditët e sotme, duke vënë re dhe marrë shkas nga përhapja, goxha e madhe e këtij fenomenit. Dhuna është një fenomen i cili dëmton rënd, qoftë fizikisht, qoftë mendërisht, psikologjikisht, emocionalisht, çdo individ që e ushtron, por edhe ai që e subon. Kështu që jemi para disa situatave dhe fakteve, të cilët për hir të vërtetës po takojmë një brez, cili përqafon pak lehtësisht elementin e dhunës, sidomos po e normalizon këtë sjellje nëpërmjet dhunës, duke dashur të transmetojë idenë e të fortit, idenë e liderit, idenë e udhëheqësit, idenë e të treguarit në grup që ne jemi të fortit dhe kështu. Edhe që ne superior. Edhe që ne superior, pikërisht. Kështu që është një fenomen për herë vërtetës që është në rritje. Shumë aktuale dhe rritje, po e vërtet. Cilat janë format më të shpeshta për ty të dhunës? Nëse unë do ta lidh me profesionin në cilët unë pjesë punoj, patjetër që dhuna një disa dimensione të një shkallë shumë herë më të lartë, pasi unë trajtoj dhe punoj çdo ditë me të mitur, të cilët për shkak të dhunës janë edhe në konflikt me ligjin, dhe janë pikërisht këto sjellje që i bëjnë këta të mitur të kenë një dizavantazh në raport me veten, me shoqërinë dhe me ligjin. Pra, janë raste të një dhune që çon në plagosje, patjetër edhe në kryen e veprave penale, vrasje apo vrasje e mbetur në tentativë, pra janë disa element goxha të rëndë të dhunës të manifestuar nga adoleshent. Si ndikon dhuna tek shëndeti emocional i të rinjve? Patjetër që ndikon. Do thoja rënd në momentin e parë, pasi më takon shpesh herë që të kem kontaktet e përditshme, pothuajse, me këta djemë, dhe manifeston një situatë të ngarkuar psikologjike dhe emocionale në momentin e post kryerjes së një dhune. Një dhune, po. Të tillë, duke qenë se jemi në terminologjinë dhunë, më saktë. Po. Dhe janë pikërisht pra këto element të cilat i bëjnë këta të rinj, këto adoleshent të janë shumë herë më të tërhequr, shumë herë më të mbyllur, shumë herë më të rënduar dhe të ngarkuar psikologjikisht, pasi në fund të ditës kuptohet si pjesë e kësaj dhune, privon nga liria dhe është një vepër goxha e rëndë. Sipas jush, çfarë duhet të bëjë një i ri i cili përjeton dhunë apo e sheh? Pra kujt i drejtohet? Kujt mund t'i drejtohet? Shiko, unë mendoj që nëse një i ri rritet shëndetshëm në ambiente të shëndetshme, ka plot institucione ku mund t'i drejtohet për të marrë zgjidhje dhe të mos jetë pjesë e vetëdrejtësisë, sepse ky është problemi më i madh. Pra të qenurit individi i cili do të vendosi vetëdrejtësinë. Në shkolla kemi mësues, punonjës shërbimit psikosocial, të cilët janë aty për ta dëgjuar dhe për t'i dhënë realisht ndihmë apo zgjidhje e problemit. Në familje, për te ngarkesës që realisht mund të kenë prindrit, nëse fëmia do t'i ngrish qetësimin, patjetër që janë aty për fëmin për të komunikuar, po qoftë edhe me familjar të një të mitur i adoleshent tjetër, po qoftë edhe me shkollat. Patjetër që mund ta gjejnë ngrohtësinë ndoshta edhe tek një person, qoftë ky edhe më i rritur, apo edhe bashkëmoshatar, duke ja
Komunikuar problemin. Ja komunikuar nevojën dhe nëse gjithmonë kemi të bëjmë pikërisht me këta individ që jetojnë në një ambient të shëndetshëm, patjetër që ka edhe individi se ku duhet ta transmetojnë në mënyrë që ti parapri problemit apo ngarkesës që mund të hasë bashkëmoshatari i tyre. Dhe në raport me gjithë këto, pra, nëse ne kemi të mundur komunikimin e hallkave, po pse jo, dhe në fund të ditës edhe një denoncim, duke pasur në krah familjen, mësuesin, edukatorin apo cili do që është personi përgjegjës për të miturin apo të riun, ne kemi institucione të cilët japin zgjidhje efikase problemit dhe s'kemi pse përfshim të mitur që të bëjnë me drejtësi. Dhe këtu marr shumë shkas edhe nga dhuna në rrjetet sociale, cilat së fundmi është e përhapur dhe është duke krijuar një impakt dhe një ndikim shumë të madh të drejtë për drejtë. Dhe ajo çka unë shikoj çdo ditë është pikërisht se pjesa më e madhe e rasteve vijnë nga një dhunë e ushtruar sidomos ose më saktë e iniciuar nga rrjetet sociale. Në fakt, bashkëmoshatarët e mi, pra ne adoleshentët, nuk zgjedhim që t'i drejtojmë një institucioneve përkatëse, apo qoftë edhe familjes, apo pra nuk përpiqemi të gjejmë një zgjidhje edhe të drejtohemi tek familjarët apo te institucionet. Pse nga vjen kjo? Pse mendoni që ndodh kjo? Ku mendoj se është edhe vetë problemi i adoleshentit, duke menduar një adoleshent për hir të vërtetës në këtë moshë është në krizën e identitetit të tij, çka do të thotë, nuk është aq i rritur sa t'i bëj ball këtyre problemeve, por nuk e mendon veten të vogël për të kërkuar ndihmën e më të rritur dhe më të tjerëve. Dhe ndoshta kjo është arsyeja kryesore që adoleshenti mendon që të qenurit, pra individ cili duhet vendosë veten e tij pra në shoqëri apo në raport me të tjerët, influencon dhe ndikon për të vijuar atë çka është duke projektuar me idenë që unë do ta zbatoj apo unë do të tregoj që jam dikushi. Dhe kjo patjetër që dëmton rënd. Është e vërtetë. Shoqëria në të cilën sot ne rrethohemi është shumë e vrrullshme. Ne shikojmë që po qoftë prindërit, po qoftë pjesa tjetër e shoqërisë është e rrëmbyer nga aktivitetet e ditës, ndoshta shpeshherë nuk gjen kohë të merren me adoleshentët dhe duke pasur edhe këtë distancimin e tyre, duke qenë të lidhur dhe të fokusuar non-stop gjithkohës me komunikimet me bashkëmoshatarë, apo duke gjerë edhe modelin se si e ofron shoku apo se si do të jepte zgjidhje bashkëmoshatari, ndoshta patjetër që bën influencën e saj tek mënyra se si veprojnë. Po nga eksperjenca juaj, pra nga puna që ju ushtroni, pse mendoni, pse të miturit të bie në konflikt me ligjin? Shiko, mendoj se janë disa faktorë, nuk është vetëm një faktor. Patjetër që rastet janë specifike, çdo rast nuk i ngjan rastit, por shikoj që janë disa element që kanë të përbashkëtën atë që pak më herët përsolla. Pra, dikë përfshihet nga dhuna non-stop në rrjetet sociale. Dikush tjetër vjen nga familje me probleme, vështirësi ekonomike, po qoftë edhe nga neglizhimi si pasojë mungesës kohës në dispozicion. Dikush tjetër sepse është viktimë e shoqërisë, dikush tjetër se rrethanat të çojnë në situata ndoshta në kohën e gabuar, në vendin e gabuar. Pra janë një sër faktorësh që bëjnë të ndodhin situata të një natyre që e përfshin një adoleshent të jetë në konflikt me ligjin dhe të përfshihet pastaj me sanksione tjera që ligji përcakton paraqartë. Po. Më fal, mund ta jepit pak më shumë informacion se për institutin që ju drejtoni, çfarë ndodh me të miturit atje? Institutet si miturve, ju bëju një qartësim, një tablo pak a shumë për të kuptuar edhe pse jo për ta shpërndarë dhe me të rinj për të kuptuar më tepër. Instituti i miturve Kavaja, aktualisht që flasim, ka një numër prej 27 të miturisht të akomoduar në atë institucion, të cilët janë në konflikt me ligjin, përfitojnë nga gjitha programet terapeutike, psikologjike, emocionale, përfitojnë nga arsimimi, shkollimi, kurset profesionale, pra një mitur edhe pse është në konflikt me ligjin, frekuenton shkollën e mesme,
arsimin 9-vjeçar, sikurse çdo bashkëmoshatar në Republikën e Shqipërisë, duke u pajisur me dëftesat përkatëse, përfiton nga kurset profesionale në mënyrë që duke përfituar nga gjitha këto programe pune të ketë mundësi në një të dalë sa më të shpejt nga institucioni, të mund të përfshihet në procesin e reintegrimit e rehabilitimit në shoqëri, duke përfituar nëpërmjet programeve të punësimit, duke pasur të drejtën për të vazhduar një studim edhe më të lartë për te i gjimnazit. Pra, duke marrë të gjithë këto programe, aty kalon një pjesë të ditës apo një pjesë, një copës të jetës për sa muaj apo vite mund të jetë i privuar nga liria deri në përfundim të procesit gjyqësor apo dhe të dënimit, në mënyrë që kur t'i kthehet shoqërisë kthehet sa më rehabilituar. Pra, bëhen një sër terapish dhe programe specifike, të cilët ndikojnë drejt për drejt individualisht sipas tipologjisë së rastit, sipas nevojës, sipas ngarkesës. Rreth çfarë moshe janë këta të mitur? Atëherë, të miturit që paraqiten në institucion duhet të kenë mbushur mbi 14 vjeç dhe qëndrojnë atë institucion deri në moshën 21 vjeç. Kështu që relativisht grup mosha më e madhe është midis 16-17 vjeçësh, pasi kjo është edhe ajo që folëm pak më herët, problemet e adoleshencës, përplasjet në shkolla, debatet, konfliktet, dhuna dhe gjithçka që gjeneron dhunën më tej. Pse shumë adoleshente shohin dhunën si zgjidhje, pra çfarë ndikon saktësisht tek ata? Unë mendoj që nga vjen kjo sjellje? Janë situata specifike të cilët shojnë individ specifik në një moment të pa përballueshëm, të pa mirë studiuar, të pa konsumuar me ato aktorë që folën pak më parë. Pra, vetë drejtësia është ajo që unë mendoj se po i dëmton rënd të miturit sot dhe adoleshentët. Se unë drejtohem gjithmonë me terminologjinë të mitur, duke qenë se në raport me ligjin janë të mitur. E kuptoj. Çfarë mesazhi do t'i drejtonit adoleshentëve, pra grupin moshës tonë, për ta parandaluar dhunën? Në fakt, më bërë një pyetje shumë të bukur që unë shpesh herë pëlqej ta ndaj, po qoftë me miq dhe aq më tepër sot pranë jush. Këshilloj cilin do prej tyre, djem apo vajza qofshin, t'jenë shumë herë më të matur, t'jenë shumë herë më të kujdesshëm, ta referojnë rastin, të mos pushojnë së referuari, së komunikuari, po qoftë kjo me familjen, po qoftë kjo me një mësues, po qoftë me një psikolog në shkollë, po qoftë kjo me bashkëmoshatar, aty ku ndjen ngrohtësi dhe afrimitet. Pasi vetëm duke ndarë problemin me njerëz të përgjegjshëm dhe të përshtatshëm, të cilët do t'i japin zgjedhje dhe do t'i japin një orientim se si mund të bëhet ky rast, se si mund trajtohet, do të shmangin shumë vështirësi në të ardhmen që për njerëz vërtetës nuk janë të këndshme, aq më tepër kur bëhet fjalë me privimin e lirisë, aq më tepër kur dëmtojmë një palë, por kur nga ana tjetër patjetër që ngarkohen vetë emocionalisht, psikologjikisht, shpirtërisht, në të gjitha aspektet. Në gjitha aspektet dhe pa llogaritur më tej dhe ngarkesat që i sillen familjes, pra familjes dhe shoqërisë bashkë, sepse nga njëra anë kemi këta adoleshent që bëjnë këtë veprim dhe përballen me këto situata, po të mos harrojmë në asnjë moment se kemi edhe një pjesë tjetër të adoleshentëve, të cilat janë pjesë e dhunës dhe janë dëmtuar rënd apo familjar. Në fakt është vërtet. Kështu që duhet jemi shumë të matur dhe të kujdesshëm kur flasim për situata të cilat ngarkojnë, po ngarkojnë shumë palë. Okej. Atëherë Marinela, unë të falenderoj shumë. Shumë faleminderit për gjitha këshillat që ju ndat me ne. Faleminderit juve, uroj të kem qenë sadopak dobishme për çka kërkuat. Unë mendoj që qenë shumë me gjitha këshillat që ju përcollët. Faleminderit dhe ishte kënaqësi edhe nga ne. Shumë faleminderit.